Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi në emisionin Shpirtëror Mes Nesh. Emision ky që i kushtohet trashëgimisë kulturore e shpirtërore. Në këtë epizod ndodhemi në xhaminë e Lulishtës në qytetin e bukur të Strugës. Për të mësuar më shumë se cili është historiku i kësaj xhamie, çfarë e karakterizon atë, cili është specifika dhe tradita e kësaj xhamie, ai i cili na shoqëron në këtë bashkëbisedim është imami Ejup Jakubi, me të cilin do të flasim për të gjitha detajat. Hoxhë nderuar, ky emision i kushtohet trashëgimisë kulturore e shpirtërore, objekteve të kultit dhe historikut të tyre. Kur jemi tek xhamia e Lulishtës, cili është historiku i kësaj xhamie? Faleminderit që më dha rastin në këtë ditë, në këtë muaj të bekuar të flasim për këtë kulturën, trashëgimin ton kombëtare. Jemi në xhamin Lulishte, unë me qenë sinqert jam shumë vonë i kyçur si me detyrë kështu në mënyrë oficiale në këtë xhami. Por me gjithat e informatat i kimi për shkak se në atë kohë kur filloi ndërtimi i xhamisë kam qenë në Struk, mandej një kohë kam munguar në Struk. Viti 2002 është viti starti fiks ndërtimit të kësaj xhamie. Në vendin të quajtur Lulishte, e merr emrin ky vend nga shkaku që këtu janë shitur më para lule në qytet dhe është ditur nga qytetarët e vjetër si Lulishte, pjesë ku shiten lulet. Andaj dhe gjënatat e vjetra akoma e përmendin kështu si vend, ndërsa në aspektin tjetër normal është si të themi kështu si nuska e qytetit, lulja e qytetit, kjo xhamia që e bukur që është bërë. Vitet 2006 merr hof pak ndërtimi i kësaj xhamie në krye me këshilltarin apo kryetarin të këshillit organizativ, i cili ka qenë Rahmet Past, Rahmetli Ujndjeri Haxhi Azmi Alushi, duke i bashkangjitur edhe donatorët tjerë, biznismenët tjerë, qoftë nga vendi, qoftë nga diaspora, nuk mund të anashkalohet kontributi djersa atyre të cilët nuk kanë ardhur mirë, por nuk kanë munguar asnjë, domethënë, kontribut të tyre. Dhe vitet 2008 janë duke se vitet e para të cilët është nis të falet namazi i parë në këtë xhami, në vendin të quajtur Podrum. Bashkarisht edhe është fal, edhe në anën tjetër është vazhdu ndërtimi më sipër, ku ma sot falemi. Pjesa ku falemi sot, veç ma do të jetë vitet 2009 e më tutje, do fillojnë të falin për sipra, dhe sot, elhamdulillah, kjo xhami na mbeti si një, të themi kështu, pasuri kulturore, trashëgimtare, pasuri vërtet cila jo vetëm në Struk, po bie në sy edhe nga qytetet tjera. Çfarë e karakterizon këtë xhaminë e Lulishtës, me që paraprakisht cekë që obori pra ose vendi ku është marrë për të ndërtuar xhamia janë shitur lulet? Pasi që është xhami e re, nuk mund të themi se ideja ka qenë shumë e re, ideja ka qenë shumë e vjetër, e ka hmotshme. Të do pleqjve të qytetit të Strugës, të cilët në veçanti ekskluzivisht jetojnë në këto vende, në këto muhalla, të themi kështu pak në dalje të qytetit, ka qenë një ide e kahmotshme që të mundësohet të ndërtohet një xhami. Ideja ka qenë atyre të ndërtohet një xhami mahale, mi po doli kështu kjo sot fal atyre, domethënë, niyetit të tyre të pastër, dëshirave të tyre, dhe ka qenë niyeti i këtill. Në anën tjetër, ajo që e bën pak karakteristike këtë xhami, siç e shihni pra, është mu në dalje të qytetit. Domethënë, posa mbaron qyteti dhe posa fillojnë fshatra tjera, siç është Teferiqi, apo më pas e kemi edhe Frëngonë, Ladurisht në Frëngonë, kështu me radhë. Nga një ranë rruga e cila i bashkon këto fshatra që i përmenda, nga ana tjetër rruga e cila na çon te kufiri i Shqipërisë, dhe dashje pa dash u bë shumë atraktive për njerëzit të cilët janë në rrugë ose duke shkuar ose duke ardhur, dhe vendojnë në plan që atje ose që nga vendlindja kalimtit të ndalen dhe t'i bëjnë namazet, t'i kryjnë namazet këtu. Nga ky aspekt nuk ka ditë që më shohim domethënë bise 10-20 vizitorë të cilët nuk janë strugan, edhe unë besoni një pjesë të madhe të xhamatit, një përqindje e madhe të xhamatit, të them që nuk i njoh, unë jam vetë i Strugës, i qytetit i lindur, i rritur në Strugë, mirë po nga shkaku pse është një objekt shumë i përshtatshëm, pjellor për vizita, për vizitor, një pjesë goxha të mirë nuk i njoh. Po kjo është, elhamdulillah, domethënë është mburse që njerëzit edhe pse nuk jetojnë në këtë vend, anafërsi të këtij vendi preferojnë përsëri të falin në këtë vend. Xhamia ka minaret, ka një kube? Po, ajo pak që është më specifike, i ka 2 minare, dhe ana tjetër i ka shumë dritare, mbi se 28 dritare, që mundësohet shumë kollaj të depërtohe dielli, energjia diellore, domethënë rrezet diellit.
dhe kështu bëhet një ambient pak më tjetër si që jemi mësuar. Që deporton drita më shumë ndoshta. Po, mundësohet të deportojë drita më së shumti. Një faktor tjetër që bën të dalluar këtë prej xhamive tjera, që vendi ku jemi tani unë dhe ju, nuk është shumë e banuar me shtëpia. Domethënë fillojnë të themi kështu mbas gjys kilometri, fillojnë mbas 1 kilometri, mbas 2 kilometri, domethënë në krahasim me xhamit tjera ku janë më shumë të. Dhe mirë po fakti që ndërtimet shpeshtojnë tani në këtë anë të qytetit, kjo na bën me dije që të përgatitemi për pas 5 viteve dhe 10 viteve, kjo xhami të jetë akoma shumë atraktive. Shikues, në këtë epizod do të trajtojmë temën vlera dhe filozofia e dhikrit ose e përmendjes së Zotit. Hoxhë nderuar, kur jemi tek përmendja e Zotit, e dim që krijuesi në një nga revelatat ose shpalljet hyjnore, njerëzimit i drejtohet me një ajet kuranor duke thënë: O ju që keni besuar, përmendni Zotin tuaj në vazhdimsi. Por para se të kalojmë tek ky ajet kuranor, mua më intereson të di se cila është vlera e lutjes, e përmendjes së Zotit? Shumë faleminderit. Dhikri në Kur'an përmendet në shumë ajete. Gjithashtu edhe shumë citate profetike, kemi hadithet pejgamberit alayhis salam ku pejgamberi lavdëron tërheq vëmendjet në disa prej dhikreve. Mirë po, një gjë ne ta dim që dhikri nuk ka skelet të caktuar, po që s'është menjet për ta përmendur Zotin, për të përmendur emrat e tij, cilësitë e tij, atributet e tij, si rezultati një meditimi, si rezultati një mendimi rreth Allahut, rreth krijesave të Allahut Dhul Xhelal, dhe përfundimisht kur përfundojmë me një përmendje të Allahut Dhul Xhelal, pa dallim teksti në çmë mënyrë është se cila fjalë mungon, se cila fjalë është shtesë, Allahu Dhul Xhelal e shikon atë çka është, domethënë parimore të zemra e njeriut pas të dedikuar Allahu Dhul Xhelal. Nga ky aspekt, dhikri është gjusi që e mban të lëngët imanin e njeriut, besimin e njeriut. Dhikri është ajo që gjithmonë e ndriçon zemrën, ajo fërç, ajo brusha e cila vazhdimisht e ndriçon zemrën e njeriut dhe nuk e mundëson ta harrojë krijuesin. Kur e kanë pyetur Hasan el-Basriun se sa herë ti në ditë e përmend Zotin, ai ka thënë: unë nuk ka momente kur nuk e përmend Zotin, nuk ka momente kur unë e harroj Zotin. Ne jemi të vetëdijshëm që Allahu Dhul Xhelal në Kur'an, kur pyetet për vlerën e dhikrit, thotën: përmend-mëni mua, o ju besimtar, ju që keni besuar, përmend-mëni mua, unë do t'u përmendi juve. Shikoni çfarë korrelacioni. Çfarë nën kuptojmë këtu? Këtu është një privilegji shumë e madhe për njeriun, për besimtarin. Domethënë, Allahu Dhul Xhelal e llogarit barabart përmendjen të një robi i cili është një pëllëmp krijesë me të përmendurit të krijuesit të përgjithshëm, domethënë absolut. Sa madhështore, sigurisht, sa madhështore. Ju përmendni me atë gojen e juaj të cekët, të kufizuar, me atë diapazonin juaj të kufizuar, unë do t'u përmendi me madhrinë time. Ju përmendni mua në vetmi, unë do t'u përmendi juaj në shoqëri. Ju përmendni mua në shoqëri, unë do t'u përmendi juaj në shoqërinë më të bukur. Ju përmendni mua kur jeni në momente më të zorshme, unë do t'u përmendi juaj kur jeni akoma domethënë ditën e gjykimit, ose ju hesni nga unë do të vrapoj nga ju. Kretë kjo është ajo që Allahu Dhul Xhelal don besimtarin, domethënë përmes të përmendurit, ta mbajat relacionin, raportin të freskët mes krijesës dhe krijuesit, mes robit dhe rapit. E dim që njeriu shpeshherë është i defokusuar, e dim që në përditshmërinë e tij e rrethojnë shumë gjëra, janë familja, janë fëmijët, janë puna, angazhimet të ndryshme. Por në këtë aspekt, pra, njeriu në raport me krijuesin dhe në fakt cilat janë dobitë e përmendjes së krijuesit në vazhdimsi. Krijuesi me Allahu Dhul Xhelal, me emrat e tij, njeriu i premton në shumë sende. Dhe besoni
njeriu i cili mendon rreth emrave të Zotit, rreth cilësive të Zotit. Besoni ati i hapen do korridore, i hapen do fusha, i hapen do rrugë me të cilët çka të ketë njeriu përreth tij me brengat të familjes, jashtë familjes, të shtëpisë, jashtë shtëpisë, në rrugë, në punë, në shoqëri, përmes trokitjes në një prej këtyre dyrëve të Zotit, një prej këtyre emrave të Zotit, besoni këto pothuajse në zero lehtësohen. Ne nuk kemi provu, për shembull, kur kemi probleme të mëdha, pa dallim prej cilës shtres të njerëzimit, pa dallim prej cilës profil të njerëzimit, pa dallim prej cilës nga cili segmenti i problemeve, qofshin ato të adoleshentëve, qofshin problemet të tinejgjerëve, qofshin problemet të më të moshuarve, ashtu soj, pa dallim prej çfarë jetë ky problem, ne nuk e kemi analizuar për shembull emrin Fetah të Allahu Dhul Xhelal. Emri Fetah i cili premton domethënë hapje, qelje, çlirim, lirim, lehtësim, zbrazje. Tentojmë te psikiatri, tentojmë te prindit, tentojmë te shoqja, tentojmë te shoku, tentojmë diku një tjetër, mirë po kur nuk kemi ndalë për shembull në sejdë njëri t'ia çelim hallin Allahu Dhul Xhelal përmes këtyre emrave. Në fakt prehja shpirtërore është përmendja e krijuesit të Zotit. Gjithçysh kjo është ajo që e fiton njeriu përmes përmendjes të Zotit. Ne nuk dimë se çfarë kanale Zoti çel, po që se ja përmend këtë emër kaq herë, këtë emër kaq herë. Përmendja e Zotit është ilaçi i shpirtit, doni të thoni? Padyshim që është gjithë Kurani është në një mënyrë ilaçi i shpirtit. Gjithë Kurani është shifa, domethënë leximi i saj është ilaç. Po në veçanti me këto emrat pasi që thatë se çfarë ndjen njeriu kur është në probleme të ndryshme dhe nuk e ka provu ose le ta provojë, domethënë të kanalizohet pak nga Allahu të fitohet me lutjet te Zoti, me hapjen e vetes Zotit. Çfarë nderi kemi neve, çfarë privilegjive kemi neve. Për gjithë krijesave Zotit kujt ja shpalli Kur'anin? Njeriut. Njeriu ne pa të merituar dhe e pajisi ta bëjë bashkëbisedues. Njeriu t'ja hapi vete. Pra e përzgjedhi krijesën njeri. Krijesën njeri e përzgjedhi veten t'ja njoftojë njeriut vete. Allahu Dhul Xhelal, madhrinë e tij. E vlerësoi mbi gjithë krijesat. Mbi gjithë krijesave, po, dhe pret tani këtë, domethënë reciprocitet nga njeriu kundra Zotit. Jetë mirënjohës në fakt. Jetë mirënjohës, të ketë konsiderat për këtë gjë. Falënderues për këtë gjë. Domethënë ku ka gjë më të madhe se kjo, privilegji më të madhe se kjo. Sigurisht. Emri në Rahman, emri Rahim, Allahu njeriu t'ja tregoi. Unë kaq i mëshirshëm jam. Unë kaq dhurues jam, kaq i dhëmshëm jam për ju, kaq u dua unë juve, këtë njeriu t'ja tregoi Zoti. Dhe pritet domethënë këtë reciprocitet, këtë hapë prit nga njeriu. Prandaj jemi të kujdesshëm në këtë aspekt, nga që thot Zoti në Kur'an, ato të cilët e haruan Zotin dhe Zoti do t'i harojë në momentet më të vështira. Dhe shumë vende kemi në Kur'an ku tregohet pishmanllëku i këtyre njerëzve të cilët e kanë haruar Zotin në dynja, se çfarë do t'i gjejë ato në ditën e gjykimit. Si do t'i gërvisht i fytyrat e tyre se si s'mundëm ta shohim këtë Zot kaq i qartë. E çka tjetër ma Zoti të dërgonte që ne t'i bindemi Zotit. Do të lutem o Zot na kthejnë për një sekondë në botë, vetëm ta themi këtë fjalën la ilaha illallah dhe ne të kemi hak, të kemi të drejtë, gëzojmë të drejtë të aplikojmë për faljen tënde, për mëshirën. Domethënë aq një falje të madhe ke, aq një mëshirë të madhe ke dhe ne vetëm jashtë kësaj. E pamundur kjo. Çfarë pishmalluku do të jetë? Prandaj Zoti i merr, domethënë është minjos ndaj atyre të cilët e përmendin Zotin. E përmendin Zotin në çdo rast. Hoxhë nderuar, ju përmendët pra Esmaul Husna, përmendët emrat e Zotit, emrat e krijuesit dhe e dim që nga ato janë 99. Disa prej tyre janë pra paqëdhënës, mëkatfalës, bujar, i lartë, i pasur, i gjithdijshëm, i gjithpushtetshëm madje. Cilat janë të themi disa nga lutjet më të veçanta dhe si vlerëson Zoti në peshorën e tij për lutjet që ne i bëjmë ndaj tij? Siç thash pak para, Zoti e ndigjon zërin e zemrës, më së shumti. Kjo do të thotë që ne mos humbim energji dhe të plasim kokë me themelimin të teksteve, kur e lanë këtë gjymtyr gjatë abdesit, e thot këtë dova, kur e lanë këtë gjymtyr, e thot atë dova. Po, në rregull, këto janë të virtytshme, të vlefshme, mirë po, në jetë jotë që ti don nga Zoti dhe pret nga Zoti që Zoti të ti pastrojë mëkatet si pastron uji, llomet, ky sinqeritet është primar te Zoti dhe te duajat. Pa dallim që ti mund të thurish dhe një fjalë, edhe gramatikisht ta gabojsh, ta huqish, te Zoti është ai zëri i mbrendshëm. Prandaj ndonjëherë Zoti më së shumti e vlerësonën një pishmallën nga një ibadet që s'mundet ta bësh, të hiku, një namaz
me xhamat të hikur, ti kur vinë në xhami njerëzit dalin dhe ai ufi jot, ajo klithma jote, ai pishmanloku jote Zoti është më primar se sa ndonjë lavdërat, ndonjë qallëm pas ndonjë ibadeti, unë e dash këtë, unë e bora këtë e kështu me radhë. Domethënë, sinqeriteti, pa dallim se si t'i afrojmë Zotit, vetëm të jemi të sinqert me Allahun tu xhelal, Allah i merr në konsiderat dhe ai e din peshonën se sa do t'i çmojë dhikret tona. Në këtë aspekt mund të themi që sidomos dhikret të cilet ne i bëjmë mbas namazeve, domethënë nga 33 herë emrat subhanallah, dhikri subhanallah, dhikri elhamdulillah dhe dhikri Allahu Ekber janë prej më të lavdëruar edhe nga Allahu edhe nga pejgamberi jon. Po ashtu fjalët që janë para saj subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Me fjalët të cilet janë pas dhikreve me la ilaha illallah wahdahu la sharika le. Këto janë dhikret të cilet vërtet pejgamberi shumë hadithe ka për këto. Sidomos lidhet me të parën, thot ai i cili është në treg dhe e thot këtë ka mbi se 1.000 sevape apo mbi se 10.000 sevape. Çfarë në kuptojmë me këtë lutje në gjuhën shqipe? Po jo, do ta them çfarë në kuptojmë në gjuhën shqipe, po është momenti pse bash në treg njeriu i cili e thot këtë Allahu du xhelal ka pikërisht se tregu është preokupimi i botës. Dhe kur gjithë hynë në një atmosferë, në një ambient të allëzhverëshit, domethënë të marrjes, dhënies, tregtisë, dikush edhe të manipulimit. Në gjithat të themi klapi të kësaj pune, ti përsëri e përmend Zotin, nuk e haron Zotin, qoftë edhe aty duke shitur apo duke blerë dhe përsëri arrin, mos e harrosh Zotit, Zoti ta shmon atë. Pra përmendja e Zotit duhet të jetë pjesë përbërëse në jetën. Po pjesë e pashmangshme e jetës. Pa dallim disponimit ton, pa dallimit ndrimit ton emocional. Gjithmonë duhet të jetë prezent. Domethënë Zoti e shoqëron njeriu në çdo ambient të tij. Pra edhe njeriu për mos të harruar asnjëherë krijuesin e tij. Po. Cili do të ishte mesazhi për të gjithë besimtarët të cilët po na ndjekin në këto momente të agjerimit? Mesazhi është mesazh në të cilin që të gjithë atë e mendojmë. Dash Zoti, inshallah, në këtë muaj që veç ma sot e kemi ditë të parë të agjerimit, ashtu si hyrëm në këtë muaj, inshallah mos dalim ashtu, po të dalim më të mirë. Të dalim më fitimtar, të dalim më të pastër, të dalim më të filtruar, të dalim mu ashtu si donë Allahu dhul xhelal dhe t'i ruajmë asaj që thot pejgamberi, domethënë sa i mjeruar është ai i cili mjerat i cili hyn në këtë muaj, felen yughfar lahu dhe nuk arrin të falet nga Zoti. Domethënë aq falje e madhe dhe ti ta huqish këtë falje në këtë muaj, domethënë inshallah Zoti na rung nga këto dhe na mbon nga ato të cilët Zoti ditën e gjykimit do t'u drejtohet, o ju që keni agjëruar, bujru nga kjo dera e rejanit tek hyni. Inshallah Zoti na mundson atë. O nderuar, ju falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim dhe që na mirëpritet në xhamin tuaj. Faleminderit edhe ju gjithashtu. Faleminderit. Të nderuar shikues, këtu jemi në fund të këtij bashkëbisedimi. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen deri në emisionin e ardhshëm. Mirupafshim.